Të nderuar, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin e ditës edhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Në fakt, me që është ditë e premte do flasim për temë fetare, por është një temë shumë besoj e dobishme për të trajtuar, një temë e cila është shumë aktuale. Kemi të bëjmë me padrejtësitë në mes njerëzve, duke u ndalur kështu në aspektin apo në rafshin social apo psikologjik dhe në rafshin fetar. Pra, si i sheh Zoti padrejtësitë mes njerëzve? Kemi shumë raste aktuale kohën e fundit, që për shembull kemi raste kur për shkak të një prone apo për shkak të një toke vjen deri në konfliktin në mes të vëllezërve, që mund të mbarojë edhe me vrasje. Pastaj do flasim edhe për padrejtësitë që bëhen në punë, nëpër institucione të ndryshme, në shoqëri e kështu me radhë. Duke e parë këtë si një lloj qetësie shpirtërore për të gjithë ata të cilëve ju është bërë padrejtësi, për të marrë mesazhet hyjnore, apo duke e parë atë mesazhin apo urtësinë që del në fakt nga ky mision, nga kjo temë, për të qenë më të drejtë në jetë edhe në shoqëri. Për të trajtuar një temë të tillë, kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të na nderojë me prezencën e tij, hoxha jon i nderuar, hoxha Omer Dauti. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt, nderi dhe kënaqësia është e jona. Faleminderit shumë që gjithmonë na nderoni me pjesëmarrjen tuaj dhe kontribuoni kështu për të mirën e shoqërisë. Bashkarisht. Sot do flasim për një temë që është shumë e rëndësishme, shumë interesante. Pak më herët e theksuam që nuk do kemi koncept me pyetje, sepse është një temë që zhvillohet kështu natyrshëm edhe spontane. Është padrejtësia në mes njerëzve, që uroj të arrijmë në mesazhin tuaj deri tek shikuesit apo qytetarët për të pasur një jetë më të drejtë, le të themi. Fillimisht, çfarë paraqet padrejtësia mes njerëzve? Pra, në aspektin fetar, çfarë do të thotë ti bësh padrejt dikujt? Para së gjithash, kur flasim padrejtësia, për dallim nga të gjitha temat tjera, që dikush ka mundësi ta gjejë veten brenda asaj temës për cilën flitet, por dikush ka mundësi të mos e gjejë veten. Ka tema që kanë të bëjnë me moshat saktuar të njerëzve, për shembull të rit mund ta gjejnë veten në një temë, ata që janë më të moshuar nuk e gjejnë, ose e kundërta, më të moshuarit mund ta gjejnë veten, të rit nuk e gjejnë veten. Kur flasim për padrejtësinë, është si temë më e veçantë për shkakun se të jetosh në këtë botë, në këtë kohë dhe të mos jesh ballafaquar me ndonjë situatë që të është bërë padrejtësi ose e ndjen veten se të bëhet padrejtësi, edhe e kundërta e kësaj, duke e lutur Zotin gjithmonë që të mos jemi ne ata që bëjmë padrejtësi, do të thënë drejt për drejt çdo kush e ndjen veten ose e sheh veten brenda kësaj teme. Realisht duhet kushtuar shumë rëndësi kësaj teme për dy arsye. E para, duhet folur shumë njerëzve që ju është bërë padrejtësi, që kjo t'ju vjen si një lloj ngushëllimi për shkakun se në momentin që njeriu t'i është bërë padrejtësi, është një periudhë kohore që e ngushton shpirtërisht atë, ja zvoglon mënyrën ose formën e të menduarit dhe të lëvizjeve dhe njeriu don apo nuk don e ndjen veten shumë të vetmuar, por që Islami nuk e trajton në këtë formë njeriun që është bërë padrejtësi, nëse kanë ardhur ajete kuranore dhe hadithe premtuese të mëdhaja që duhet të jenë durimtar nga se Zoti është me ata. Kjo është e para. E dyta, përsëri lut Zotin për ne të dy që flasim për një temë të tillë, që Allahu Dhul Xhelal të na mbroj nga padrejtësia që mund t'ju a bëjmë njerëzve, qoftë kjo padrejtësi që ju a bëjmë me dije, qoftë padrejtësi që ju a bëjmë pa dije, për shkakun se teksa kërkoja material për të ardhur në programin e juve, jo rrallë herë më ndodh që në ligjeratat e ditës së xumon ta trajtoj këtë temë unë dhe hoxhallarët e tjerë, vetvetiu kur lexon për kërcënimet që Allahu Dhul Xhelal flet për ata që bëjnë padrejtësi, të vjen të kërkosh mbrojtjen nga Zoti me fjalët o Zot, në qoftë se kemi gabuar dikun, na i hap syt dhe mos na e merr shpirtin pa shkuar
të marrëm halallëk t'ju kërkojmë falje njerëzve që ju është bërë padrejtësi. Prandaj është temë aktuale, jo vetëm tani në kohën që ne jemi duke jetu, padrejtësia është e vjetër, aq sa është edhe njerëzimi. Në kohët të ndryshme janë bërë padrejtësi të ndryshme, në format të ndryshme, dikur më rënd, dikur më lehtë, por njerëzit të cilët lexojnë jo librin, lexojnë jetën, e që Allahu na thret neve që të jemi nga njerëzit e tillë, besoj që një njeri i pjekur që nuk i ka shikuar situatat tek njerëzit në përgjithësi, qoftë që ju është bërë ose qoftë që kanë bërë padrejtësi, por është munduar që të nxjerrë një mësim nga gjitha këto situata, edhe në qoftë se një resht nuk ka lexuar gjatë gjithë jetës së tij ndonjë literaturë për padrejtësinë, edhe në qoftë se nuk ka dëgjuar qoftë as edhe një minutë një ligjërat për padrejtësinë, do t'i mjaftonte që të trishtoheshte nga bëmja e padrejtësisë të tjerëve vetëm nga përfundimi që kanë pasur njerëzit të cilët kanë bërë padrejtësi. Prandaj kujdesi në këtë drejtim duhet të jetë shumë i madh, edhe para së të gjithave trajtimi si temë normal nuk është e mjaftueshme vetëm një program me minutazhin që e kemi ne sot, por duhet në forma të ndryshme, qasje të ndryshme, por jo vetëm nga hoxhallarët, të ketë domethënë edhe psikolog, të ketë edhe njerëz të cilët drejt për drejt e kanë përjetuar në lëkurën e tyre, në jetën e tyre padrejtësinë, që të gjithë këto të shërbejnë si mësim për të tjerët. Të kyçemi drejt për drejt në atë çfarë pyetet. Gjëja e parë në fillim krejt për të kuptuar drejt çfarë është padrejtësi, çfarë është padrejtësia. Normal janë dhënë definicione të ndryshme, format të ndryshme është shpjeguar padrejtësia, por në qoftë se i përmbledhim të gjitha në një fjalë, padrejtësi nënkupton në një vend të jetë diçka e realisht nuk e ka vendin, ose një sjellje e caktuar e një njeriut përballë një masës ose një numri të caktuar të njerëzve, ose përballë vetë një njeriut, por që realisht nuk duhet jetë ashtu, është padrejtësi. Për shembull, paraqitja e imamit para xhamisë dhe para xhamatit në mungesë të veshjes që duhet ta ketë imami përballë xhamatit, uniforma, qëndrimi. Kjo është një farë lloj padrejtësie, të nisim nga vetja e hoxhës, e imamit, e udhëhecit përballë xhamatit, sepse ka një kod të veshjes, ka një kod etikës që kur ti jesh para njerëzve brenda në xhami, si duhet të jesh. Mos përmbajtja e këtij rregullit është padrejtësi para xhamatit. Është padrejtësi në anën tjetër për një profesor, për një arsimtar, i cili vonohet në orën e mësimit, duhet të paraqitet në një orë të caktuar, ku nxënësit në klasë ose studentët në klasë e presin, dhe ai vonohet pas edhe një arsye, ose vonohet hin në klasë dhe tani që është arsimtar ose që është profesor, e ndjen veten të nënvlerësuar për t'ju kërkuar falje. Ky veprim është padrejtësi që ju bëhet nxënësve, nga se brenda asaj boshllëkut të kohës kur është dashur të paraqitet, ka mundësi që një nxënës të ndjehet i bullizuar nga shokët, shfrytëzohet domethënë momenti. Ka mundësi një nxënës tjetër të vritet. Ka mundësi një nxënës tjetër duke pritur që përgatitjen që brenda kohës dhe brenda ditës për dalë para arsimtarit e humb konceptin, ose më keq, atë që duhet ta shfrytëzoj kohën në shpjegimin e mësimit para nxënësve, kjo domethënë është padrejtësi që ju bëhet nxënësve, por edhe profesori që u bën studentëve. Edhe është në pikpyetje paga
që merret në këtë rast, se është e drejtë dhe sa nuk është e drejtë. Padrejtësi është në momentin kur në spital mjeku nuk qëndron në bazë të termineve, sepse çdo kush nuk vjen aty për çështje të qefit. Dikush ka dhimbje, dikush tjetër ka ngushtim shpirtëror, dikush tjetër duhet kthehet në punë, dikush tjetër ka marrë leje dhe tani ai pret të jetë në termin, ndërsa mjeku nuk paraqitet në vendin e punës. Ky ka bërë padrejtësi pacientëve. Të mos gjerohemi shumë, dalësh nga shtëpia, edhe shkon për në kafe, shkon për në punë, ti e shef një gur në rrugë që e vështërson lëvizjen e njerëzve dhe nuk je në gjendje të dalësh nga makina dhe të largosh gurin për t'ju lehtësuar njerëzve rrugën, udhëtimin, ti me këtë veprim ju ke bërë padrejtësi të gjithë njerëzve. Pse? Sepse ne jemi të thirrur drejt për drejt nga i dërguari i Allahut, nga Allahu, që në moment që shohim një pengesë, duhet ta largojmë atë. Në momentin e mos largimit të asaj, ne kemi bërë padrejtësi. Padrejtësi është përmendja e emrit dikujt në mos prezencën e atij. Padrejtësi është shpifja për dikënd, vetëm e vetëm që ti të ngritesh mbi personalitetin e të tjetrit. Padrejtësi është edhe në momentin kur e dëgjon dikënd duke folur dhe ti e di se nuk është ashtu, ndërsa ai me fjalët e tij drejt për drejt e cënon moralin e personit që është duke u përmendur emri. Kush të thot ti ta dëgjosh? Pse lejon ta dëgjosh? Padrejtësi është mos ndarja e kohës për fëmijët e tu në mbrëmje. Ju ke bërë padrejtësi dhe do t'japësh llogari. Prandaj koncepti ose fjala padrejtësi është shumë më e zgjeruar se sa do të thënë atë që ne e gjykojmë në mesin ton, ose e llogarisim për padrejtësi vetëm në momentin kur dikush neve na bën diçka, a harrojmë se edhe ne mund të jemi drejt për drejt me dy këmbë brenda padrejtësisë. Po. Zakonisht mendoj që kam përshtypjen që njerëzit të cilët janë më zemërmirë, më të ndjeshëm, pikërisht më së tepërmi atyre ju bëhet padrejtësi, ose atyre të cilët nuk dinë të thonë jo për diçka. Për shembull, i veshet një punë e caktuar dhe ata nuk dinë të thonë jo që nuk mundem ta bëj. Ju merret një pronë e caktuar dhe ata nuk dinë që ta kundërshtojnë. Në këto raste, a shpërblehet ai i cili është bërë padrejtësi? Sipas fesë islame, domethënë. Për durimin, për sabrin, nuk ka dyshim që shpërblimi është shumë i madh. Janë ajete të shumta që Zoti ka përmend në Kur'an, jepu miqde, do të thonë jepu lajme të mira nga semirësi të shumta i pret durimtarët. Inna Allaha ma'as sabirin. Bujua me dije njerëzve që Allahu është me ata që bëjnë durim. Por ama si problem brenda shoqërisë, ne duhet të jemi të kujdesshëm shumë se çfarë themi. Për shkakun se në qoftë se ne ju themi njerëzve që nuk dinë të thonë jo, vazhdoni ju bëni sabër, vazhdoni ju bëni durim. Ka njerëz të cilët janë aq të pashpirt, sa që nuk dinë deri ku mund të shkojnë me padrejtësinë që u bëjnë njerëzve. Asesi këtyre njerëzve, ne nuk kemi të drejtë t'ju him në hak pa ju a bërë me dije se për çdo padrejtësi që ju është bërë atyre, ata do të kenë shpërblim tek Zoti. Mirë po, në qoftë se tolerojnë me vetë dije t'ju bëhet padrejtësi, këtu ndryshon çështja. Andaj ne nuk guxojmë që të përgatisim njerëz të dobët, nuk guxojmë që të përgatisim njerëz të pafuqishëm. Nuk guxojmë që ne të përgatisim njerëz që edhe në momentin ku ata shohin se nuk është në rregull diçka me jetën e tyre, vetëm shkaku i shpërblimit të madh ata të heshtin. Por se para se të gjithave, ne do t'ju a bëjmë me dije të është bërë padrejtësi, po, bëj sabër, bëj durim, dhe dije se Allahu për durimin ka me të shpërbly. Dhe të jesh i sigurt që Allahu palën tjetër që është duke të dëmtu
ka me dënu. Mirë po, deri kur kjo, duhet jetë një kufizim që të dish të kërkosh të drejtën tënde. Nga se, në qoftë se do të jetonim në një shoqëri që çdo kush ka një ndërgjegje dhe ngacmon ndërgjegja dhe nuk e ka shpirtin rahat dhe të qetë përderisa e shet duke shkel tjetrin në një shoqëri normale, atëherë do të thonim më i miri është ai që bën më shumë sabër. Por ama në një shoqëri që zero ndërgjegje ka pala tjetër, në një shoqëri që zero ndjesi shpirtërore ka pala tjetër, është në gjendje, subhanallah, dëgjojmë raste të ndryshme, është në gjendje për veten e tij të siguroj pushime verore, pushime dimrore, villa, shtëpia, vetura dhe krejt këto t'i bëj në krahun e djersës së punëtorit të tij. Vetëm e vetëm se e ka kuptu që punëtori që e ka është lidhur shumë për punën që e bën dhe aq shumë e ka maltretu, aq shumë zullum i ka bërë, aq shumë padrejti i ka bërë sa që punëtori i ngrat ka filluar të mendoj se po që se ky e din që për Zotin e madh njoh njeri personalisht me emër dhe me mbiemër që e ka maltretu në punë, deri në atë pikë sa që në momentin e parë pas 17 viteve i kërkon të drejtën e vete, sepse vjen në një situatë punëtori i ngrat që nuk mund duroje më, çmimet hipin, lëvizin, jeta vështërsohet, jeta rëndohet dhe nuk mund të dalin në fund të muajit dhe i kërkon lëvizje të rrogës, e nxjerr prej pune dhe në moment që e nxjerr prej pune njeriu bie në depresion dhe përfundon në spital psikiatrik. Dhe ku e përmendëm më herët në fillim, se mjafton vetëm ta lexosh si situatë, dhe nga ky moment kur ti dëgjon dhe sheh se një njeri që gjendjen financiare e ka të mirë dhe çdo gjë e ka në rregull, por ama shkel mbi djersën e punëtorit, mjafton vetëm të presësh dhe të jesh i sigurt 100%. Çfarë? Të jesh i sigurt që Allahu në formën kur më pak ai e pret të dënimit që do të vijë nga Zoti, Allahu ka me sprovu dhe ka me humb, jo ndoshta pasurinë, ka me humb diçka që më shumë ti i dhem atij. Nga se në hadith përmendet, imagjino, kjo nuk është çështje e lehtë. Kjo është shumë çështje serioze. Prandaj mënyra si flas më duket që e ngrej zërin, por është nga dëshira e madhe që dua të ndaj me gjithë ata që na ndjekin. Fillimisht tras veten dhe tras gjithë që na ndjekin. Të kemi kujdes në këtë drejtim, nga se jemi në luftë të drejtë për drejtë me krijuesin e gjithësisë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam në hadith të saktë se Allahu Dhul Jalal ka përcaktuar, na e ka bërë me dije se janë 4 mëkate, janë 4 gjunahe që njeriu rënd do ta ketë kur del para Allahut për mëkatet që i ka bërë në këtë botë. Mirë po, për këto 4 gjunahe Allahu Gjelle Gjelalu nuk do t'ja merr shpirtin e tij para se ai t'jep llogari për ato që i ka bërë. Para se ai t'jep llogari për ato që i ka bërë. Përmend hadithi dërguar i Zotit, shkëputjen e lidhjeve farefisnore, gënjeshtrën, tradhëtin dhe e përmend padrejtësinë. Për këto mëkate, kush i bën këtë dunjë, dënimi i ashpër do të jetë në botën tjetër, por se këta që kanë shkel këto gjunahe nuk do të dalën prej kësaj dunjaje para se të paguajnë çmimin e asaj çfarë kanë bërë. I ke hinë në hak punëtorit, e ke shkel dhe e ke ngrënë djersën e punëtorit, nuk ke ngrënë diçka më helmuese, më të rëndë, më të vështirë se sa djersa ati. Dhe kjo djersë nuk hahet vetëm në momentin kur ti e shes se ai bën punë më shumë se sa që ti e paguan.
bëhet në forma të ndryshme, kur ti e maltreton, kur ti nuk ja vlerëson punën, kur ti ja nënçmon punën, kur ti e shef se ajo duke bërë maksimumin dhe ti i thu ende se ke bërë mirë, kur ti ja vonon rrogën, kur ai të vjen dhe ka një nevojë, të kërkon një rrogë para kohë dhe ti thu nuk kam besim, ai ngrati 15 vjet ka punu me ti dhe ti ende i thu nuk kam besim. Janë rregullat punës, ti i flet për rregullat punës, dikuj që ka nevojë shumë të madhe. Çfarë rregulla flet ti këtu? Dhe, ti e bëre krejt atë çfarë dashte dhe atë çfarë të dashti egoja jote. Tani çfarë? Tani prit dënimin e Zotit. Dhe Allahu Dhul Xhelal, njerëzve të tillë, ati ku më shumti ndoshta e kanë pikën më të dobët, ati në dunjë ka më isprovu. Andaj, subhanallah, na mjafton neve që të ndalemi edhe të shohim, të lexojmë historitë e njerëzve që i njohim, të afërmve tonë, fëmijëve tanë, shokëve tanë, të cilët kanë bërë një padrejti të tillë. Çfarë mendon ti? Shiko, padrejtia është bërë gjithmonë. Por duhet përmendim me theks të veçantë. Në kohën që jetojmë, në kohën që jemi duke jetuar, mundësia e padrejtisë është më e lehtë se sa në kohën e kaluar. Dhe kush e bën këtë problem? E bën pikërisht rrjetet sociale. Nëse një njeri që nuk ka ndërgjegje, është njeriu që bën padrejti, që ka mungesë njerëzillëkut, ky bën padrejti. Një njeri që është frigacak nga natyra e tij, ky do të thonë është njeriu që bën padrejti. Dhe nëse në të kaluarën ky ka dashur të bëjë padrejti, por ka pas frikë për me e bërë, tani është hap një derë shumë e madhe dhe e shohim se me të madhe këtë derë njerëzit janë duke shfrytzuar. E kush janë këta? Janë njerëzit të cilët në rrjetet sociale përdorin adresa të rrënjshme, vetëm se unë kam diçka personale, që është shumë banale, me Arianën, dhe unë tani mlefin tim, për Arianën si do të nxjerr. S'kam mundësi drejt për drejt dalë flas me atë, nuk kam mundësi drejt për drejt flas me njerëzit kundër asaj, dhe çfarë? Mënyra më e lehtë e mundshme, hap një profil të rrejshëm në rrjetet sociale dhe gjërat më të këqija të mundshme me i paraqit. Dhe ne jemi njerëz. A je gazetare, a je hoxh, a je politikan, a je mjek, a çfarë do lloj profesioni që je duke bërë. Mbi të gjitha njerëz jemi. Mbi të gjitha lëndohemi. Mbi të gjitha e di se në kohën që jetojmë, më mirë dhe më lehtë tek njerëzit depërton një gënjeshtër që thuhet për ne, se sa të depërton një e vërtet që thuhet për ne. Se me i fol dikujt për suksesin e dikujt, e merr me rezervë, nuk e beson me të parën. Hec e thuj dikujt për një padrejti, për një gënjeshtër që thjesht tjetrit dëshiron që të shkel në ngritjen tënde, të shkel në profesionin tënd, don të ul nivelin tënd përballë shoqërisë. As nuk e sheh nga vjen, as nuk e sheh kush është. E din që është një adresë e rrënjshme dhe ky do me thonë tani i pëlqen kjo për mos me barën mbi vete, mundohet do me thonë që ta shpërndaj me të tjerët, lexova e than kët. E tani krejt këtyre njerëzve kisha dashur që të dëgjojnë me vëmendje mërzinë që ke kushtuar tjetrit, ofendimin, lëndimin. Sa njeriu e ka lexuar atë komentin tënd dhe ti je mshef dhe je rahat se nuk e din askush. Ki frikë Zotin, ki frikë Allahun sa Allahu të sheh. Dhe nëse e ke bërë me lot, Allahu shpirtin nuk ta merr, pa ja paguajt lotët atij. Dhe ti nëse e ke lënë pa gjumë, Allahu shpirtin nuk ta merr pa e paguajt. Në dunjë flasim, pa e paguajt pa gjumësinë e tij. Hapsit, sa Allahu nuk ta merr shpirtin, pa demasku, pa ta nxjerr fytyrën e vërtet, dhe ka më kuptu, nga se në
Në dunja, të jemi të qartë, në dunja, çdo gjë ka me dalë. Kur është në pyetje padrejtësie, sa e madhe është, thotë i dërguari i Zotit në hadith. Shko, Allahu Gjelle Gjelalu, në hadith, para se të shpërblej për ibadetet që i ke bërë, njëherë duhet paguash hakun. Më thënë, ajo që është mes teje dhe Zotit, nuk të humbet, por ama para se të vinë të kjo, duhet pastrohesh njëherë ajo çfarë është mes teje dhe njerëzve. Dhe jo, vetëm me besimtarët, edhe me pabesimtarët. Edhe me ata që nuk i kanë dhënë besë Zotit. Ja të vjet dikush nesër thotë, po ja bëra atij se ai nuk është musliman. Ja bëra atij se ai nuk i bën sejdë Zotit. Ja bëra atij se ai është i prishur, ai është kështu edhe pa drejtësi, vllau jem, pa drejtësi. Nuk guxon të i bësh edhe njeriu më të keq. Leje Zotit leje këtë çështje. Nga se në jomul kijame, kur dalësh të hapësh llogari para Zotit, ti do t'japësh para se mu pastru me këtë. Hadithi është shumë i gjatë. Por si mesazh për ta shpërndarë me shikuesit, thot i dërguari i Allahut, si do të jetë pagesa? E ke bërë me lot tani duhet të qash atje? Jo. Ja ke marrë pasurinë me të padrejt. Atje do të thonë do të japësh pasuri? Jo. I ke hinë ndërhak punëtorit, tani do të japësh rrogën atje? Jo. Si bëhet pagesa në jomul kijame? Thot i dërguari i Zotit me vepër. Me vepër, me seva. E runa Zot. Imagjino sa e rëndë do të jetë kjo. Po mjafton për njeriu që ka ndërgjegje dhe që mendon arsyesh. Do thonë, ti tani kuptove namazin, zeqatin, haxhin, gjitha këto adhurime që i ke bën. Edhe në rregull, shpërblimin për këto adhurime e ke kaq. Por ama prit, hapet perdja. Ta shohish rendi i madh i njerëzve. Krejt i njohish. Dhe gjëja e parë që do të thush, edhe këti që me ironi kam buzëqeshur dhe kam mërzitur, edhe për këtë do t'jap llogari, po edhe për këtë. Edhe për këtë. Pa edhe këti që kam bën një hajgare, pa e mendu mirë dhe e kam mërzit, edhe këti do t'jap llogari, po edhe këti do t'japësh llogari. Po, edhe atë që e ke përgoju, po, si namazin që ke bërë jepja këti. Haxhin që e ke kry, t'japësh atij tjetër që ke marrë pasurinë me të padrejtë. Po kam qenë në umre, punë e madhe, umrën dhe shpërblimin dhe duat krejta, t'japësh atij tjetrit që e ke marrë, që e ke përdor emrin e tij me të patë drejtë. Dhe thot pejgamberi, në qoftë se i merren të gjitha veprat i merren, dhe më nuk ka asnjë punë të mirë, Zoti na ruaj, sepse i dërguari i Allahut kur foli për këtë, tha a e dini kush është njeri i falimentuar? Do thënë ka pas dhe i humb të gjitha. Dhe përmendi rastin e këtij njeriu. Tash kur mbarojnë të gjitha veprat e mira, çfarë bëhet me kët? Tani fillon të ju marr mëkatet, gjunahet. Tash është paguhet borxhi ala, fillon domethënë dhe i merr gjunahet e njerëzve. Zoti na ruaj. Megjithatë, ata të cilëve ju është bërë padrejtësi, ato a nuk i hynë në hak, le të themi, shpirtit të tyre që lejojnë t'ju bëhet një padrejtësi e tillë ose të dëmtohen për shembull nga një krijesë tjetër e Zotit? Çfarë duhet bëjnë ata? Përveç problemeve që i kanë, sigurisht që përmendëm pak më herët, po megjithatë, a nuk është padrejtësi edhe për shpirtin e tyre? Shko, besimtari në jetë duhet të jetoj. Edhe duhet të ketë parasysh dy gjëra. E para, të mos bëj padrejtësi. Edhe e dyta, besimtari duhet të jetë sy hapur të mos lejo t'i bëhet padrejtësia. Prandaj, jo rastësisht më herët përmendëm se në momentin që ne flasim gjithmonë për shpërblimin, për durimin, që realisht është shumë i madh, ne harrojmë se në këtë mënyrë ne përgatisëm njerëz të dobët. Allahu nuk don që ne të jemi të dobët. Allahu nuk don që ne me vetëdije të lejojmë që të na bëhet padrejtësia. Por se ne duhet luftojmë. Deri ku? Duhet luftojmë deri aty ku është e drejta jonë, pa lejuar që shkaku i padrejtësisë që ne kanë bërë të tjerët, tani do me thënë ne të mendojmë forma tjera të ndryshme që padrejtësinë që ne e bëjmë, ne t'ju e bëjmë në një lloj padrejtësie tjetër. Nuk arsyetohet
Një person i cili lejon në vendin e punës të i bëhet pa drejtësi dhe në vend se të flet me drejtorin, nga i cili e merr punën, ki të flet me njerëz të tjerë për padrejtësinë e drejtorit, pa fol me drejtorin. Thonë duhet të ndajmë gjërat, do të jemi të kujdesshëm në këtë drejtësi. Por në momentin që ki lufton për të drejtën që i takon, në momentin që e ngren zërin për të drejtën që i takon, dhe përkundër kësaj vazhdojë të bëhet padrejtësi, dhe ky do me thonë bën durim dhe nuk ja kthen jetën fort, mos të ke rastin e Jusufit alayhis salam. Së mund të imagjinohet padrejtësia që i bën vëllezrit Jusufit alayhis salam. Së mund të imagjinohet ajo që e tejkaloi Jusufi alayhis salam shkaku i padrejtësisë vëllezërve të tij. Por në momentin kur Jusufi alayhis salam kishte mundësi tani t'ju kthejt një të gjë, a e bëri Jusufi? Çfarë tha? Jeni të falur. Më thonë, nuk kemi ardhur ne një tani, ti më bëre mu 10 vjet, tani unë kam mundësinë ta kthej. Atëherë ku ngeli besimi? Ku ngeli shpresën, shpërblimin e Zotit? Nga se premtimet që vinë në tekstet kuranore dhe në hadithet të dërguarit Zotit janë të mëdhaja. Një person që i është bërë padrejtësi, një personit që është shkel e drejta, në qoftë se beson në Zot, dhe nëse beson thëniet e të dërguarit të Zotit, nuk do të lejonte për as edhe një moment të vetëm që padrejtësia që është bërë ta dërgon atë në depresion, ta dërgon atë në dëmtimin e shëndetit, përderisa e din premtimin e të dërguarit të Zotit. I mjafton çdo kujt që është bërë padrejtësi, ajo çfarë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith të saktë, kur foli dhe me thonë për personin që është bërë padrejtësi, përmendi se Zoti ka përcaktuar disa kategori të njerëzve, të cilët në moment që luten, në moment që bëjnë dua, mes atyre dhe Zotit nuk ekziston asnjë pengesë. Dhe njëra prej kategorive që i përmend në hadithi dërguarit Zotit është njeriu që është bërë padrejtësi. Mjafton të ngrej duart dhe thot o Zot, mbaroj çështja. Prandaj nuk duhet të ndjejmë shumë dhimbje për njerëzit që ju është bërë padrejtësi. As nuk duhet të nxjerrim lot për ta, dhe as nuk duhet na vijë keq për ta, nga se këta e kanë Zotin. E drejta është, nëse duhet na vijë keq për dikant, pa dyshim duhet të jenë njerëzit të cilët kanë bërë padrejtësi. Nga se këta i pret dënim i ashpër në dunjë dhe në ahiret. Nësa këtyre që është bërë padrejtësi, pa dyshim që Allahu dhul xhelal. Ku është Ebu Xehli? Ku është Ebu Xehli sot? Si ishte përfundimi i atyre që e maltretuan të dërguarin e Zotit dhe e maltretuan Bilalin? Ku është Bilali? Për Bilalin, imagjino, për Bilalin radiallahu an, tha i dërguari i Zotit, o Bilal, çfarë bën ti? Cila është puna jote? Unë i kam dëgjuar nallet, zhurmën e nalleve të tua në xhenet. Por ai bëri sabër, nga padrejtësia që u bë, nga kush? Nga ata që në formën më poshtruese të mundshme vdiqën në luftën e Bedrit. Të lumët ata njerëz të cilët këto udhëzime fetare, këto mësime i marrin drejt për drejt në jetën e tyre dhe jetojnë me ta. Hoxhë nderuar, ju përmendet pak më herët që padrejtësia ka ekzistuar që kur ekziston njerëzimi. Por megjithatë këto padrejtësi kohën e fundit kam përshtypjen që janë më tepër të theksuara, këto fenomenet negative në shoqëri. Si mund t'i luftojmë këto? Si mund t'i parandalojmë? Cila ishte thirrja juaj si imam, si teolog për të gjithë ata të cilët duhet të kenë kujdes në padrejtësi? Për fenomene shoqërore të përditshme flasim. Asgjë nuk mund ta ndryshoj. Asgjë nuk mund të ndryshoj shoqërinë përveç lidhshmëria që njerëzit duhet të kenë me Zotin. Shiko, ligjet caktuara, dënimet caktuara, burg, gjykat, pagesa, dënime. Por ama megjithatë ne shohim se çdo ditë, domethënë, çdo ditë të jetës rritet numri
i lajmeve, kronikave të zeza, që vinë si rezultat i padrejësive të ndryshme. Ma thënë padrejësi që, subhanallah, tash nuk mund të themi se nuk ka ndodhur, ama këto që i dëgjojmë, thënë, të dhunoj brenda shtëpisë, buri, bashkë me nanën, me baban, vajzën e huaj. La ilaha illallah. E të mërshmë është. Të dhunoj fizikisht, psiqikisht, buri i botës, gruan, fëmijët e tij, shkaku i bigjozit, se s'ka kapadai, s'ka do me thonë njeri që i del përballë në shtëpinë e tij dhe ka gjetë të dobët familjarët e tij, edhe tani për të mbush dëshirat e psharaket çmendurin ose egon e tij, s'ti edhe çfarë të them. E kupton? Këto që dëgjojmë janë shumë të rënda. Dhe këta jo që nuk e dinë se ekziston ligji. Por ama në momentin kur njeriu është larg udhëzimeve hyjnore, është larg udhëzimeve të Kuranit dhe të haditheve të profetike, dëmi i parë që u vjen domethënë këtyre njerëzve është vdekja e zemrës. Njerëzit nuk duhet të qajnë as pak në momentin që përcjellin për mbar një të afërm të tyre. Realisht njerëzit duhet të qajnë me zë. Me zë duhet të qajnë në momentin kur shes se ju bën padrejsi njerëzve dhe as pak nuk e ngasmon ndërgjegja në brendësinë e tyre dhe në zemrën e tyre. Kjo i bie që ky njeri ka vdekur. Dhe këta njerëz që bëjnë padrejsi në forma të ndryshme, janë miliona forma që bëjnë padrejsi, në fusha të ndryshme, në segmente të ndryshme, që ai e din se bën padrejsi dhe nuk e ngasmon, asgjë nuk i lëviz në trupin e tij. Për Zotin e madh, me përgjegjësinë më të madhe, them, ai vetëm 2 dua do t'i bëj Zotit. E para ti kërkoj Zotit ta udhëzoj që kjo zemër të filloj të lëviz ndryshe dhe të ndjej ndryshe, por nëse kjo zemër nuk vjen në jetë që të reagoj përballë situatave të tilla, ti kërkoj Zotit që t'ja merr shpirtin. Nga se tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, padrejtësia, zullumi në yawmul qiyamah është errësirë, është terr. A ka gjë më të rënduar se kjo? Dhe tani kur themi në yawmul qiyamah, në ditën e llogarisë, padrejtësia është terr. Mirë vllau jem, në këtë dunjë ti e bëre të fortin. Në këtë dunjë kishe shoqëri, kishe fuqi, kishe pasuri, kishe shok, kishe pushtet. Në rregull. Mos haro se nuk e ke në dorë shpirtin. Dhe bëj dua që Zoti mos ta merr shpirtin përderisa je duke bërë padrejsi. Nga se krejt këto që i posedon këtë dunjë, në yawmul qiyamah nuk i ki. Nesër kur dalësh para Zotit nuk i ki. Andaj, për të arrit deri te kjo nuk është fjalë goje, unë jam shumë i sigurt. Se dikush mund ta gjikojë edhe këtë që ne e themi. Dikush pa pikën e turpit mund ta gjikojë edhe hadithin e të dërguarit Zotit, edhe fjalët e Zotit. Pse? Nga se ati ka vdekur zemra. Ai nuk ka më ndjenja. Ai, subhanallah, nuk dallon nga krijesa tjera që janë në gjendje të bëjnë çmos. Por ama kur njeriu si krijesë që Zoti e ka dalluar nga krijesa tjera me mendjen, me intelektin, nëse këtë intelekt nuk e përdor për të qenë më afër Zotit dhe për të qenë më i kujdesshëm, rreziku që vjen nga njerëzit e tillë kur është në pyetje padrejësia dhe zullumi është më i madh se sa çdo krijesë tjetër në dunjë që Allah i ka dhënë shpirt dhe i ka dhënë jetë. Prandaj që zemra të jetë e gjallë, që të mos i shkojmë Zotit me hak të njerëzve. Shpeshherë përmendi para shoqërisë, para shokëve. Shpeshherë ja them vetes, a be shkoj Zotit me mëkate. Shkoj Zotit me gjunahe, në rregull, mos i shko Zotit. Mos lejo të hish në varr me padrejsinë ndaj njerëzve. Rahmeti i Zotit është i madh. Dashur Allah që timi pjesë e rahmetit të Allahut. Allah me rahmetin e tij të na e mundsoj të qëndrojmë larg mëkateve, larg haramit. Ama në raport me Zotin, don Allah ta fal, por ama në raport me njerëzit. Shumë kujdes nga se e përmendëm krejt fillim, nuk ka xhenet pa u pastruar me njerëzit.
Hoqë nderuar, ilustrimi juaj, shpjegimi juaj ishte shumë i drejtë për drejtë dhe jashtëzakonisht shumë i bukur, por megjithatë për t'i dhënë një pozitivitet më në fund të emisionit, cilët ishte mesazhi apo porosia juaj për njerëzit që të duhen më shumë mes veti. Kishte një rast, kam përmend para 3 javë në hutbe, një djalë që bën vetvrasje. I është gjetur një letër në xhepin e tij. Dhe në atë letër shkronte djali, pasi që ka bërë aktin. Shkronte: nëse do të takoja nga shtëpia ime deri tek ura ku e ka bërë aktin e vetvrasjes, një person në rrugë i cili do më buzëqesh, do të hiq dorë nga qëndrimi i vetvrasjes. Prandaj këshilloj veten dhe të gjithë ata që na ndjekin. Në vend të zullumit, në vend të padrejtësisë, në vend të urrëties, në vend të thashëthemeve, në vend të paragjykimeve, në vend të fjalëve pas shpine, të mundohemi që t'i zaventojmë të gjitha këto me dashuri, me buzëqeshje në fytyrën e vllaut dhe të motrës. Të mundohemi që fjalët e egra dhe të ashpra që mund t'ju drejtojmë njerëzve t'i zaventojmë me fjalë të buta. Të mundohemi në maksimum që të ngjallim pozitivitet tek njerëzit dhe të punojmë në atë çfarë tha i dërguari i Zotit, nga veprat më të dashura tek Allahu është mbjellja e qetësisë në zemrat e njerëzve të cilat janë të nduara për Zotin e Madh. Është rregulli i Zotit në dunjë, që nuk ka njeri që nuk është i sprovuar. Dil në qytet, shihi njerëz sa të kesh mundësi në numër, të betohem në Zot, duke u bazuar në atë çfarë Allahu na e bën me dije. Çdo njeri është duke zhvilluar një luftë. Çdo njeri është duke luftuar në formën e tij me një problem që e ka rënduar shpirtin. Dhe çdo njeri ka nevojë për një krap përgdhelës, për një fjalë të ëmbël, për një mesazh ngushëllues. Andaj, në vend se me veprat e tua të arrish hidhrimin e Zotit dhe të mbarosh nesër në zjarr të xhehenemit, e kemi mundësinë sa jemi në dunjë. Kur ngritesh mëngjes hin në kafe, personi që e shen në kafe, në qoftë se ai është i mërzitur, nuk qenë në si, kush e di çfarë natë ka kaluar, mundo t'ia thuash një fjalë të ëmbël. Buzëqeshja në fytyrën e vllaut u cilësua nga i dërguari i Zotit si sadaka, lëmosh. I jep lëmosh sa të mundesh nëpërmjet buzëqeshjes. Nga se një buzëqeshje mund të jetë arsye për të ndryshuar konceptin e të menduarit tek njerëzit. Ariana, njerëzit janë të lodhur. Informacionet e shumta që marrin nëpërmjet rrjeteve sociale e rëndojnë çdo njeri, na rëndojnë edhe neve. Dhe ne kemi shumë nevojë për fjalë të ëmbla, fjalë të bukura, kemi shumë nevojë për njerëz të besueshëm. Të jemi unë, ti dhe të gjithë ata që na ndjekin, ata të besueshmit, që do të bëhemi arsye që njerëzit ta duan jetën, që do të bëhemi arsye që njerëzit kenë vetbesim në veten e tyre, që të bëhemi arsye që njerëzit jenë më të rehatshëm në shpirtin dhe në zemrën e tyre. Në këtë mënyrë Allah ka për të na zbukuruar neve jetën. Në këtë mënyrë Allah ka për të na siguruar me dal faqebar nga kjo dunjë. Dhe në këtë mënyrë ne do të jemi në xhenetin e Zotit. Allah atje na bashkoft të gjithëve. Amin, faleminderit dhe ne i bashkangjitemi lutjes tuaj, duke ju falenderuar kështu shumë që datë nga koha juaj për të dhënë kontributin tuaj për një temë kaq të rëndësishme për shoqërinë tonë, duke uruar që këto mesazhe, këto porosi të arrijnë tek të gjithë qytetarët, të gjithë njerëzit dhe të kemi një shoqëri më të drejtë dhe më të mirë dhe më cilësore. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë juve për kohën, për thirrjen. Zoti i mirë ju dhash në këtë dunjë tjetër. Faleminderit shumë gjithashtu edhe juve. Nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës ku kemi folur për një temë besoj shumë të rëndësishme, të duhur edhe mesazhet që kemi marrë nga profesionistë i këtij drejtimi, do i kemi parasysh, thash edhe një herë për të pasur një shoqëri më të mirë dhe më cilësore. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ne bashkë do të shihemi të hënën. Paçi një fundjavë të bukur. Mirupafshim.